Ringjallja e Lazrit. Aso herët ishte i semur një far Lazri nga Betania, prej fshatit të Marisë e të motrës së saj Martës. Maria ishte ajo që e pati për përëruar zotërinë me erëra të mira, dhe ia pati fshirë këmbët me flokët e saj. Pra vllai i saj Lazri ishte sëmur, prandaj motra i quan fjalë zotëri, ai që ti e don është i sëmur. Jezusi kur dëgjoi tha, kjo sëmundje nuk është për vdekje, por për lavdi të hyj që të nderohet në sajet të saj i biri i hyr. Jezusi e kishte fort për zemër Martën, motrën e saj dhe Lazrin. Megjithatë, kur mori vesh për sëmundjen e tij, u dal dhe edhe 2 ditë në atë vend ku ndodhi. Veç atëherë u tha nxënësve, ejani të shkojmë prap në Jude. Nxënësit i thanë, mësues tani judejt deshten të vrasin me gur, e ti përsëri do të kthehesh atje? Jezusi përgjigji, valla, nuk i ka dita 12 kush ec ditën nuk merr në thua, sepse e sheh dritën e kësaj bote. Kush ec natën merr në thua, sepse nuk ka dritë në të. U tha kështu, pastaj shkoi. Lazri, dashamiri ynë fle, por po shkoj ta zgjoj. Atëherë nxënësit e tij thanë, zotëri, nëse fle, do të shërohet. Jezusi foli për vdekjen e tij, kurse ata menduan se e kishte për gjumë të rëndomt. Atëherë Jezusi u tha haptas, Lazri ka vdekur. Jam i kënaqur pse s'ndolla atje shqip për ju që të besoni, por ejani të shkojmë tek ai. Atëherë Toma, i quajtur Binjak, u tha bashkënxënësve, të shkojmë edhe ne të vdesim bashkë me të. Jezusi është ringjallja dhe jeta. Pra Jezusi rriti mori vesh se ai ishte varrosur para 4 ditësh. Betania ishte afër Jeruzalemit, diku rreth 50 stadie. Shumë judej kishin ardhur te Marta e Maria për të ngushëlluar për vllain e tyre. Kur Marta mori vesh se po vinte Jezusi, i doli para, kurse Maria ndeti në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit, zotëri, në ta kishe qenë i ti këtu, im vlla nuk do të kishte vdekur, por edhe tani e di se çka do të lypsh prej hyjit, hyji do të jap. Do të ngjallet vllau ynë. I tha Jezusi, e di se do të ngjallet, i përgjigji Marta, në ringjallje ditën e fundit. Jezusi i përgjigji, unë jam ringjallja dhe jeta, kush beson në mua edhe nëse vdes do të jetojë. Edhe kush jeton e beson në mua nuk do të vdes kurrë. A beson ti këtë? Marta i përgjigji, po zotëri, unë besoj se ti je Mesia, biri i hyjit, ai që duhet të vijë në botë. Jezusi qatë. Si tha kështu, shkoi edhe thirrri Marin, motrën e vet, dhe i tha, lehtë, mësuesi është këtu dhe të thërret. Kjo po sa dëgjoi u çu vrapë, shkoi tek ai. Jezusi ende nuk kishte hyrë në fshat, por deri atëherë qëndroi tek kur e kishte ndeshur motra. Tash judejt që ishin me Marinë në shtëpinë e saj dhe po e ngushëllonin, kur pan se si u çua me të shpejt dhe doli përjashta, shkuan pas saj të bindur se po shkonte te varri për të qarë. Maria kur arriti atje
ku ishte Jezusi, kur e pa rapën bus për ati dhe tha, Zotri të kishe qenë ti këtu, im vlla s'do të kishte vdekur. Jezusi kur e pa që duk qante atë edhe se po qanin edhe judejt që po e përcjellnin, u trand në shpirt, u turbullua dhe pyeti: Ku e keni vend, Zotri? Eja e shi, I përgjigjen, e Jezusi I ngufi vaj. Atëherë judejt I thanë: Shi sa e ka dashur. Disa prej tyre thanë: A thua ky që I la dritën e syve të verbit nuk mund të bëj që ky të mos vdes? Jezusi e ringjall Lazrin. Mandej Jezusi përsëri I tronditur arriti te varri, ishte shpellë I ngrykt, ai kishin zënë me një gur. Jezusi tha: Hiq një gurin. Marta, motra e të ndjerit, tha: Zotëri, tashme ka marrë vdiq që 4 ditë. Ai nuk të thash, I përgjigji Jezusi, nëse do të besosh, do të shosh lavdinë e hyjt. E hoqën pra gurin, Jezusi çoi syt ka qielli dhe tha: O Atë, të falenderoj që më dëgjove uratën. Unë e dija se gjithmonë më dëgjon, por thash kështu për shkak të popullit që më rrethon, që të besojnë se ti më dërgove. Si foli kështu thirrri me zë të madh: Lazar, dil jashtë. Dhe ai që pa vdekur doli jashtë I lidhur I duarsh e këmbshme me rripa pëlhure, fytyrën e kishte të mbështjellë me rizë. Jezusi u tha: Zgjidhuni dhe lani ta ecë. Komploti kundër Jezusit. Atëherë shumë judej që kishin ardhur te Maria kur pan çka bëri Jezusi besuan në të. Disa prej tyre shkuan te farisejt dhe u treguan çka bëri Jezusi. Atëherë kryepriftërit dhe farisejt thirrën këshillin në kuvend, thoshin: Çka të bëj? Ky njeri po të bën shumë mrekulli. Nëse e lëm kështu, të gjithë do të besojnë në të. Atëherë do të vijnë romakët e do të na e rënojnë vendin e shenjtë dhe popullin. Njëri prej tyre, Kajfa, kryeprifti I atij vitit, u tha: Ju s'po dini asgjë. Nuk mendoni se është më mirë për ju të vdes vetëm një njeri për popull se të mbaroj krejt populli. Nuk I tha këto fjalë prej vetvetes, por pse ishte kryeprifti I atij viti, profetizoi se Jezusi do të vdiste për popull, madje jo vetëm për popull, por edhe që bijtë e hyjt të shpërndajnë or t'i bashkojnë në një, po atë ditë vendosën ta vrasin. Për këtë arsye Jezusi nuk dilte më botërisht ndër judej, por shkoi prej andej në një vend afër shkretisë, në qytet që quhej Afraim, dhe aty banonin, por ndo kohë bashkë me nxënësit. Ishin afër pashkve e judejve. Shumë vetë nga ai vend u ngjitën në Jeruzalem para pashkve për t'u pastruar. E kërkonin Jezusin dhe derisa qëndronin në tempull, I thoshin njëri tjetrit: Çka ju thot mendja? A thua, ai nuk ka ndërmend të vijë për festë? Kryepriftërit dhe farisejt kishin
Dhen urëvër, nëse ndokush e merr vesh ku gjendet Jezusi të lajmëroj që të mund të